Dekada më parë, prodhuesit e automjeteve ishin të shqetësuar për të bërë produkte me cilësi dhe qëndrueshmëri. Ishte një burim krenarie, kur marka e tij lidhej me besueshmërinë. Ata bën produkte të thjeshta, të mira, që nuk do t'ju bënin fare të luftoni. Sot, e vetmja gjë që ka rëndësi për ta, është se sa më shumë mund të marrin nga konsumatori. Makinat e vjetra të viteve 90 zgjatën 300.000 milje pa dram. Sot, jeni me fat nëse arrini 150.000. Ki nuk është një komplot. Janë të dhëna reale se si industria ka ndryshuar rrënjësisht. Sot, do të flasim për 15 arsyet pse makinat moderne nuk zgjasin 20 vjet si dikur. Bëhuni gati, sepse e vërteta është e pakëndshme. Le të shkojmë atje. Arsyeja 15. Plastika zdhënsoi metalet në komponentët kritik të motorit. Plastika ka zvendësuar metalet në komponentët kritik të motorit. Më parë, marrjet e ujit dhe strehet e termostatit ishin prej alumini të derdhur me një paketim të thjesht kartoni. Ato zgjatën për dekada dhe nuk dështuan kurrë. Sot, marrjet e ujit janë prej plastike në kontakt të drejt për drejt me metalin, duke u ngrohur dhe ftohur vazhdimisht. Plastika urren të lidhet me metal dhe urren ciklin ekstrem termik edhe më shumë. Rezultati është se këto pjesë thyhen para kohe, sapo i prek një gabim gjatë mirëmbajtjes. Shembull personal. Në një Jeep, kur ndëroi zorën e radiatorit, sapo solla kapset për të hequr kapsen dhe fillova të ushtroja kaq shumë presion, marrja e ujit shpërtheu në copa. Më parë, mund të ndryshonit një paket kartoni për 2 euro në 5 minuta. Sot, duhet të zvendësoni të gjithë prizën plastike për 80 euro me 2 orë punë. Arsyeja 14. Motor më të vegjël me turbo të ngarkuar. Motorët më të vegjël turbo kanë zëvendësuar motorët e mvenj me aspirim natyral. Zvoglimi është trendi i industrisë. Zvoglimi i matësisë së motorit, veshtimi i një turbo për të ruajtur fuqinë. Një motor me 4 cilindra me 1 pik turbo zëvendëson një motor me 6 cilindra 3 litra me aspirim natyral. Në letër, fuqia është e ngjashme. Në realitet, stresi në motor është krejtësisht i ndryshëm. Një motor i vogël turbo punon shumë më shumë për të gjeneruar të njëjtën fuqi. Turbo gjeneron nxehtësi ekstreme dhe presione shumë të larta në komponentët e brendshëm. Temperaturat e djegjes janë më të larta, presioni në cilindra është më i lartë dhe konsumimi përshpejtohet. Turbos zakonisht dështojnë midis 100.000 dhe 150.000 kilometra. Zëvendësimi kushton nga 2 deri në 3.000 euro. Motorët me aspirim natyral zgjasin lehtësisht 300.000 milje me mirëmbajtjen bazë. Klienti tipik ble një makinë turbo efikase me 4 cilindra dhe përfundoi me zvendësimin e motorit pas 120.000 miljesh. Zvoglimi kursen karburant, por shkatron jetëgjatësinë. Arsyeja 13. Transmetimet. Të ndryshueshme vazhdimisht. Transmetimet C. V. Të me ndryshueshmëri të vazhdueshme kanë zëvendësuar automatikët konvencional. CVT premton efikasitet dhe butësi. Realiteti është se është një makt besueshmërie. Nissan Jatco CVT është famë keq për dështimet e parakoshme midis 60.000 dhe 100.000 kilometra. Ripi i brendshëm metalik rrëshqit binshehet dhe thyhet. Zëvendësimi një transmetimi CVT kushton nga 4.000 deri në 6.000 euro. Transmetimet automatike konvencionale me 5 ose 6 shpejtësi zgjatën 200.000 milje në mirëmbajtjen e rregullt të lëngjeve. CVT ka nevojë për lëng specifik, ndryshime të shpeshta dhe vuan nga mbinsheja në funksionim normal. Prodhuesit miratuan CVT për shkak të presionit të efikasitetit të karburantit dhe rregulloreve qeveritare. CVT është më i lehtë dhe më efikas në letër, por sakrifikon plotësisht qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Transmetimet me tuftë të dyfisht DCT janë gjithashtu problematike. Volkswagen dhe Ford kanë probleme të dokumentuara. Klienti tipik blo një sedan efikas me CVT dhe përfundoi me transmetimin e vdekur menjëherë pas skadimit të garancisë me një faturë shkatëruese. Transmetimet moderne janë efikase, por të brishta. Arsyeja e 12. Intervalet të zgjatura mirëmbajtje.
Intervalet e zgjatura të mirëmbajtjes së prodhuesve zvogëlojnë kostot e pronësisë në letër, por në fakt komprometojnë jetëgjatësinë. Më parë, ndërrimi i vajit ishte çdo 5000 kilometra. Tani prodhuesit ton çdo 15 ose 20000 kilometra. Vaji modern është më i mirë, por motorët modern janë më zgjedhës me turbo dhe injeksion të drejtë për drejtë. Vaji pas 20000 kilometrash është i degraduar, i ndotur dhe ka humbur vetit lubrifikuese. Motori punon më shumë, gjeneron më shumë nxehtësi, më shumë presion dhe vaji i vjetër nuk mbron siç duhet. Prodhuesit zgjasin intervalet për të ullur kostot e mirëmbajtjes gjatë garancisë dhe për ta bërë pronën të duket më e lirë. Pas skadimit të garancisë, motori ka pësuar konsumin të përshpejtuar nga vaji i degraduar. Filtrat e ajrit të kabinës zgjasin 15000 kilometra kur ishin çdo vit. Lëngu i transmisionit është i mbyllur për jetën, kur më parë ndryshohej çdo 60000 kilometra. Jetëgjatësia do të thotë jetë garancie, jo jetë automjeti. Pronarët ndjekin intervalet e prodhuesit me fe dhe motori dhe transmisioni dështojnë para kohe në 150000 kilometra. Më parë, me mirëmbajtje të shpeshtë, motorët zgjasin 300.000 milje. Sot, me mirëmbajtje të zgjatur, motorët mezi arrin 200.000. Klienti tipik mbështetej në intervalet e prodhuesit dhe përfundoi me një motor që kërkonte rindërtim me kosto më të mëdha se kursimet e mirëmbajtjes. Mirëmbajtja e zgjatur është një kurt për jetëgjatësinë. Arsia në gjëhere. Injeksion i drejt për drejt i benzinës. GDI. Injeksioni i drejt për drejt i benzinës, GDI, gjeneron grumbullim karboni në valvulat e marrjes. Injeksioni i portit pastronte valvulat vazhdimisht sepse benzina rrjedhte mbi to. GDI injekton karburant direkt në cilindër, kështu që valvulat e marrjes nuk marrin kur gaz. Vaji dhe tëmrat nga karteri riqarkullohen në sistemin e marrjes dhe depozitohen në valvula. Pa benzin për të shpëllar rezervuarët, qumëri grumbullohet në valvula në shtresa të trasha. Grumbullimi i qumërit zvogëlon rrjedhën e ajrit, shkakton humbje të energjisë, rritje të konsumit të karburantit dhe punë të parregullt. Pastrimi i valvulave është një procedurë e quajtur shpërthim are, ku lvozhgat e grimcuara të arës qellohen në valvula. Kushton nga 6 deri në 800 euro dhe është e nevojshme çdo 50000 ose 80000 kilometra. Motorët e injektimit të portit nuk e kishin kur këtë problem. Me GDI të gjithë vuajnë. Prodhuesit miratuan GDI për efikasitet dhe emetime, duke injoruar çështjen e mirëmbajtjes. Disa prodhues shtojnë injeksion të dyfisht, port dhe direkt, por kjo zgjidhje shton kompleksitetin dhe koston. Klienti tipik vëren humbjen e energjisë dhe boshe të parregullt, zbulon grumbullimin e qumurit dhe përballet me një faturë pastrimi të përsëritur. GDI është efikas, por kërkon mirëmbajtje të shtrenjtë dhe të vazhdueshme. Arsyeja e djete. Module komplekse elektronike dhe kompjuterike. Elektronika komplekse dhe modulet kompjuterike janë shumë fishuar në mënyrë eksponenciale, duke krijuar pika dështimi. Një makinë në vitet 90 kishte 5 ose 10 module elektronike bazë, motor, transmision, ABS. Një makinë moderne ka nga 50 deri në 100 module që kontrollojnë gjithçka: ndriçimin, sediljet, pasqirat, ajrin e kondicionuar, infotainment. Çdo modul është një pikë e mundshme dështimi, si në software, ashtu edhe në hardware. Modulet komunikojnë përmes një rrjeti autobusi CAN. Nëse një modul dështon, ai prek të tjerët. Diagnoza është një makth që kërkon skaner specifik, software të përtitësuar dhe teknik të trajnuar. Riparimi i një moduli kushton nga 3 deri në 2000 euro në varësi të sistemit. Më keq, modulet ndërpriten vite pas modelit, duke e bërë të pamundur gjetjen e pjesëve të këmbimit. Një makinë funksionale mekanikisht bëhet e padobishme sepse moduli i derës së shoferit dështoi. Përditësimet e softwarit janë të detyrueshme në koncesionar me 100 ose 200 euro për vizitë. Më parë, kur një modul dështonte, zëvendësohej një siguresë ose stafet për 5 euro dhe vazhdonit përpara. Klienti tipik ka një makinë 9 vjeçare, moduli HVAC dështoi, pjesa e këmbimit është ndërprer dhe makina është totalizuar financiarisht. Elektronika moderne është komoditet, por edhe cenueshmëri ekstreme.
Arsyeja e nënte. Sisteme komplekse të kontrollit të emetimeve. Sistemet komplekse dhe të brishta të kontrollit të emetimeve shtojnë shtresa dështimi. EGR, i riqarkullimi të gazit të shkarkimit, blokohet, djeg dhe dështon. DPF, filtri i grincave të naftës, kërkon rigjenerim të vazhdueshëm, vuan nga blokimi dhe ka nevojë për zvendësime të kushtueshme. Sensorët e oksigjenit dhe NOx shpesh dështojnë me 200 ose 400 euro secili. Konvertuesit e shumt katalitik dështojnë dhe kushtojnë nga 2 deri në 4.000 euro për të zvendësuar. Valvula PCV e sistemit të ventilimit të karterit dështon dhe shkakton rrjevje vaji dhe presioni. Pompa ducësore e ajrit për injektimin e ajrit dështon në 600 euro. Sistemi i avullit të karburantit, EVAP, zbulon rrjevjet me sensor të mbindjeshëm. Makina kalon në modalitetin e sigurisë, modalitetin e çal, me fuqi të reduktuar nëse ndonjë sensor emetimi dështon. Më parë, sistemi i emetimeve ishte i thjeshtë, një konvertues katalitik dhe një sensor oksigjeni që zgjati jetën e automjetit. Sot, sistemi i emetimeve ka një duzin komponentësh dhe çdo që dështon ndis dritën e motorit të kontrollit dhe bën makinën pothuajse të pamenazhueshme. Rregulorët e emetimeve janë më të rrepta, sistemet janë më komplekse dhe më të brishta. Klienti tipik ka dritën e vazhdueshme të motorit të kontrollit, sensor pas sensori, valvuls me mijëra dollar riparime. Kontrolli modern i emetimeve është i nevojshëm për mjedisin, por është një makt besueshmërie. Arsyeja e tete. Zinxhirët e kohës së supozuar pa mirëmbajtje. Zinxhiret e kohës kanë zëvendësuar rripat, gjoja pa mirëmbajtje. Por realiteti është se ato dështojnë në mënyrë katastrofike. Prodhuesit promovojnë zinxhiret e kohës si jetëgjatësi pa mirëmbajtje. Realiteti është se zinxhiret shtrihen, tensionuesit dështojnë dhe udhëzuesit plastik thyen. Një zinxhir i shtrirë hap dhëmbët duke shkaktuar dëme katastrofike në një motor ndërhyrje ku takohen valvulat dhe pistonët. Zvendësimi parandalues i zinxhirit të shpërndarjes kushton midis 1.500 dhe 3.000 euro. Dështimi katastrofik kërkon një rindërtim të plot të motorit prej 8.000 deri në 15.000 euro. BMW-N 63, GMLF-GES dhe Volkswagen EA 888 kanë zinxhir kohor famkeq për dështim të parakoshëm. Rripat e kohës kërkonin zëvendësim në 100.000 kilometra, por ishte i parashikueshëm dhe i programueshëm. Thjerja e rripit u programua dhe motori u mbrojt me dizajn nga asnjë ndërhyrje ose dëmtim i kufizuar. Zinxhiri dështon në mënyrë të paparashikueshme, pa paralajmërim dhe me dëmtim total të garantuar. Prodhuesit kursuen duke eliminuar mirëmbajtjen e planifikuar të rripit, por krijuan një bombë me sahat me zinxhirin. Edhe më keq, shumë motor modern kanë zinxhirin pas motorit, i cili kërkon çmontimin e të gjithë motorit për të fituar akses. Klienti tipik mbështetej në zinxhirin pa mirëmbajtje, dështoi pas 120.000 kilometrash, motori u shkatërrua dhe fatura e rindërtimit ishte e plot. Zinxhirët e shpërndarjes tregtohen si një avantazh, por në realitet ato janë një katastrofë besueshmërie. Vim në mes të listës së 15 arsyeve pse makinat nuk zgjasin më 20 vjet. 7 të ardhshme përfshin vendime fatale të projektimit, presion rregullator dhe maninë e panevojshme të teknologjisë. Ne do të flasim për sisteme që funksionuan në mënyrë perfekte dhe tani janë komplekse, dizajne që sakrifikojnë qëndrueshmërinë për efikasitet në letër. Numri 1 do t'ju befasoj. Ne vazhdojmë. Arsyeja e 7. Sistemi automatik start-stop. Sistemi automatik start-stop, që fik motorin në semaforët, konsumon motorin dhe baterin para kohe. Sistemi është projektuar për të kursyer karburant dhe për të reduktuar emetimet boshe. Motori fiket në çdo semafor ose parking dhe fillon përsëri kur lëvizni këmbën nga frena. Motori fillimisht ishte projektuar për fillime të ftohta, 5 ose 10 fillime në ditë. Start-stop gjeneron midis 50 dhe 100 fillime në ditë. Starteri është i përforcuar por konsumimi është eksponencialisht më i madh. Bateria speciale AGM për start-stop
kushton midis 250 e 400 euro për ta zvendësuar atë. Një bateri konvencionale kushton midis 80 dhe 100 euro. Bateria AGM zgjat nga 3 deri në 4 vjet, kur zgjaste nga 5 deri në 7. Startuesi dështon dhe kushton nga 400 deri në 600 euro për t'u zvendësuar. Ndezja e ngjehtë e motorit është e ndryshme nga një fillim i ftohtë për sa i përket lubrifikimit të komponentëve. Konsumimi i cilindrave, pistonëve dhe unazave përshpejtohet nga fillimet e shpeshta të ngjehta. Prodhuesit pranojnë se sistemi kursen midis 3 dhe 5% të karburantit në përdorim në qytetin real. Kursimet e karburantit janë minimale, kostot e mirëmbajtjes janë më të larta dhe jetëgjatësia rrezikohet. Arsyeja e 6. Ftohësi i mbyllur dhe transmetimi për jetën. Ftohësi i mbyllur gjatë gjithë jetës dhe transmetimi i mbyllur gjatë gjithë jetës janë vendime të prodhuesit që zvoglojnë jetëgjatësinë. Prodhuesit eliminuan prizat e kulimit dhe aksesin për mirëmbajtjen e lëngjeve. Transmisioni automatik kishte një prizë kulimi dhe ndryshimi i lëngut ishte i thjesht çdo 60.000 kilometra. Sot, transmetimet janë të mbyllura pa shkop dhe pa prizë kulimi. Prodhuesi thot se lëngu ka një jetë të dobishme, por realiteti është se do të thot jetë garancie, 100 ose 150.000 kilometra. Nëse transmetimi funksionon 200.000 ose 300.000 kilometra, lëngu degradohet pas vitesh. Ndryshimi i lëngut në një transmetim të mbyllur kërkon pompa dhe përshtatës të veçantë me 200 ose 300 euro. Shumë punëtori nuk ofrojnë shërbimin për shkak të kompleksitetit. Ftohësi i motorit më parë kërkonte një ndryshim 2 vjeçar me antifrizin konvencional. Sot, ftohësi është afatgjat, 10 vjet, por sistemet janë më komplekse me EGR, ftohës turbo dhe intercoolers. Ftohësi i degraduar pas 10 vjetësh shkakton bllokim dhe korozion në sistemin kompleks. Pastrimi i sistemit të ftohjes kushton nga 600 deri në 1.000 euro. Diferenciali është i mbyllur pa prizë kulimi dhe me jetëgjatësi vaj. Vaj diferenciali ndryshuar rregullisht zgjati jetën e automjetit. E mbyllur dështon në 150.000 kilometra dhe rindërtimi kushton 3.000 euro. Prodhuesit eliminuan mirëmbajtjen për të ullur kostot gjatë garancisë, por shkatëruan jetëgjatësinë pas garancisë. Klienti tipik do që jetën e mbyllur të shërbimit dhe transmetimi dhe diferenciali dështuan në 160.000 kilometra, jashtë garancisë. Lëngjet e mbyllura janë marketing mashtrues që shkatëron jetëgjatësinë. Arsyeja e 5. Feneret LED të mbyllur në njësi të plotë. Feneret LED janë të mbyllur në njësinë e plotë. Nëse dështojnë, zvendësimi kushton nga 1.000 deri në 3.000 euro. Feneret halogen përdornin një lampë 10 euro, që pronari mund ta ndryshonte në 5 minuta. LED janë më efikase dhe më të qëndrueshme, por ato janë të mbyllura në të gjithë njësinë e fenerëve. Nëse LED dështon, për shkak të lagështisë, korozionit ose drejtuesit elektronik, zvendësimi është i njësisë së plotë në 1.500 ose 3.000 euro. Feneret me matricë LED rrotulluese adaptive janë të teknologjisë shumë të lartë, por edhe me kosto shumë të lartë kur dështojnë. Klienti paguan për teknologjinë premium dhe kur feneri dështon, fatura është shkatëruese. Dritat e pasme LED janë gjithashtu të mbyllura në një njësi të plotë me 5 ose 1500 euro. Më parë, një lampë e pasme kushtonte 3 euro. Sot, njësia e plotë. Regulatorët elektrik të dritareve kanë motor që dështojnë me 3 ose 500 euro për dritare. Më parë, një maniak manual nuk dështonte kurrë dhe nuk kishte asnjë mirëmbajtje. Pasqirat elektrike me ngrohje, memorie dhe 11 drejtime kanë motor që dështojnë në 400 euro. Më parë, një pasqirë manuale me rregullim të thjeshtë nuk dështoi kurrë. Sediljet elektrike me memorie, ngrohje, ventilim dhe masazh kanë motor që dështojnë në 600 ose 1.000 euro. Në të kaluarën, një sedilje manuale me rregullim të levës nuk dështoi kurrë. Arsyeja e 4. Dizajn që është i pamundur për të riparuar ose shërbyer. Dizajni që është i pamundur për pronarin mesatar të shtëpisë për të riparuar ose servisuar krijon varësi nga koncesionari. Kapaku modern ka mbulesa plastike që fshehin plotësisht motorin, duke e bërë të pamundur identifikimin e komponentëve. Bateria është e fshehur në sedilje, në bagazh ose në rrotën rezervë, gjë që kërkon çmontimin e të gjithë pjesës së brendshme.
Filtri i ajrit të kabinës kërkon çmontimin e ndarjes së dorezave dhe pultit të plot në 2 orë punë. Kandelat në një motor tërthor F6 kërkojnë çmontimin e kolektorit të marrjes dhe mbështjeljeve speciale në 4 orë punë. Më parë, kandelat ishin të aksesueshme dhe ndryshimi ishte 30 minuta nga pronari. Fenerët kërkojnë heqjen e parakolpit dhe fasqen e plot për të hyrë në lamba. Alternatori është nën motor dhe kërkon ngritjen e motorit nga klapat e tij dhe çmontimin e gjysmës së transmetimit. Dërrimi i vajit kërkon çmontimin e mbulesave plastike dhe tabakave mbrojtëse me 20 vita. Nevojiten mjete speciale të pronarit, skaner diagnostikues dhe software përditësimi. Arsyeja e trete. Rregulloret e emetimeve dhe efikasitetit. Rregulloret qeveritare të emetimeve dhe efikasitetit të karburantit detyron kompromise për qëndrueshmërinë. Prodhuesve u kërkohet të respektojnë anë standardet CAFE, Corporate Average Fuel Economy. Standardet kërkojnë që flota mesatare të arrijë 50 milje për galon deri në vitin 2033. Prodhuesit janë të detyruar të zvogëlojnë peshën me motor të vegjël turbo dhe transmisione komplekse. Ulja e peshës do të thotë plastik, alumin dhe magnez në vend të çelikut. Alumini është i lehtë, por vuan nga korozioni elektrolitik në kontakt me çelikun dhe problemet galvanike. Magnezi është super i lehtë, por i brisht dhe gërryhet shpejt. Unibody alumini i Ford F25 ka korozion, probleme dhe riparim me saldim të specializuar. Motorët me 3 cilindra turbo, 1 litër si Ford EcoBoost, binshehen dhe dështojnë para kohe. Për të respektuar rregulloret, prodhuesit sakrifikuan qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Emetimet më të repta të NOx gjeneruan Dieselgate të Volkswagen. VW instaloi software mashtrimi për të kaluar testet e emetimeve. Alternativa për respektimin legjitim është shtimi i sistemeve komplekse, të brishta dhe të kushtueshme të kontrollit të emetimeve. Filtri i grincave të naftës kërkon rigjenerime të vazhdueshme dhe vuan nga bllokimi dhe dështimi. Sistemi SCR i injektimit të ures AdBlue ka komponent shtesë që dështojnë. Ka katalizator të shumt, sensor dhe vjetra komponent. Përbushja e emetimeve krijoi kompleksitet dhe cenueshmëri. Arsyeja e dite. Konsumatori modern i jep përparësi teknologjisë mbi qëndrueshmërinë. Konsumatori modern i jep përparësi teknologjisë, dizajnit dhe çmimit mbi qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë. Konsumatori blen një makinë bazuar në ekranin e madh, 0 deri në 100 në sekonda dhe dizajnin e jashtëm. Askush nuk pyet për zinxhirin e kohës, aksesin për mirëmbajtje ose reputacionin për besueshmëri afatgjatë. Një krahasim blerjeje. Konsumatori shikon Toyota Land Cruiser kundrejt Ford Expedition. Land Cruiser është projektuar për qëndrueshmëri dhe thjeshtësi të mirëmbajtjes. Expedita është projektuar për teknologji, luks, ekrane dhe ndenjse masazi. Një Land Cruiser i vitit 2005 vlen midis 15 dhe 20.000 euro në tregun e përdorur. Një Expedit prej 2005 vlen nga 3 deri në 5.000 euro. Dalimi është se Land Cruiser nuk është një dhimbje dhe zgjat 500.000 milje. Expedita ka transmetimin që dështon, pezullimin e ajrit që shembet dhe elektronikën që është një makth në 100.000 milje. Konsumatori paguan primin për Land Cruiser sepse ai jep përparësi qëndrueshmërisë. Por konsumatori mesatar nuk jep përparësi qëndrueshmërisë. Ju dëshironi teknologji të re dhe dizajn të bukur. Prodhuesit i përgjigjen kërkesës së konsumatorit. Askush nuk do të blinte një makinë 50.000 euro me një dizajn të shëmtuar, pa ekrane apo teknologji, por kjo zgjat 30 vjet. Të gjithë blejnë 50.000 makinën me dizajn të bukur dhe teknologji mbretërense, por që zgjat 10 vjet. Prodhuesit nuk kanë asnjë nxitje për të bërë makina të qëndrueshme, sepse konsumatori nuk paguan për qëndrueshmëri. Arsyeja e parë. Modeli i biznesit të prodhuesit varet nga vjetërsimi. Modeli i biznesit të prodhuesit varet nga vjetërsimi dhe shitjet e reja, jo nga jetëgjatësia e produkteve. Prodhuesi është një kompani që ka nevojë për fitime të vazhdueshme për të kënaqur aksionerët e Wall Street. Fitimet vijnë nga shitjet e makinave të reja, jo nga makinat që zgjasin 30 vjet.
Nëse prodhuesi bën një makinë që zgjat 30 vjet, ai shet një makinë për klient çdo 30 vjet. Nëse prodhuesi bën një makinë që zgjat 10 vjet, ai shet 3 makina të njëjtit klient në 30 vjet. Ato janë 3 fishi i fitimeve të njëjtit klient fal vjetërsimit të planifikuar. Prodhuesit llogarisin saktësisht pikën e ëmbël ku makina zgjat për garancinë plus 5 vjet dhe më pas dështon. Garancia është 3 deri në 5 vjet, kështu që makina është projektuar të zgjas 150.000 kilometra ose 200.000 maksimumi. Më pas, dështimet kërkojnë riparime të shtrenjta dhe pronari i shtëpisë vendos të blejë një të re në vend që ta riparojë atë. Një makinë e vjetër me 150.000 kilometra kushton 8.000 euro dhe riparimi i motorit kushton 6.000. Pronari mendon se është më mirë t'i vendos ato 6.000 si paradhënie për një makinë të re. Prodhuesi fitoi sepse shiti një makinë tjetër. Tregtarët gjithashtu fitojnë nga departamenti i shërbimit dhe shërbimet e riparimit. Koncesionari fiton më shumë nga departamenti i shërbimit se sa nga shitjet e makinave të reja. Ekziston një nxitje për të mbajtur makinat në minimum me riparime të vazhdueshme dhe të kushtueshme. Prodhuesi dhe koncesionari janë në linjë me modelin e biznesit të vjetërimit. Pjesët e këmbimit ndërpriten 10 vjet pas modelit. Nëse një makinë është 15 vjeç dhe një komponent kritik dështon, pjesa ndërpritet dhe makina është beturina. Prodhuesi mund të mbajë pjesë në dispozicion për 30 vjet, por nuk ka asnjë nxitje financiare. Makinat zgjatën 30 vjet më parë sepse modeli i biznesit ishte ndryshe. Më parë, prodhuesi shiste një makinë, bënte një fitim një herë dhe mbajti klientin të lumtur për dekada. Sot, prodhuesi duhet t'i shes makina të shumta të njëjtit klient gjatë jetës së tij. Wall Street kërkon rritje të qëndrueshme 3 mujor pas 3 mujor. Rritja vjen nga shitjet e reja, jo nga mbajtja e makinave të vjetra në punë. Prodhuesi është i bllokuar në një sistem kapitalist që kërkon rritje të pafundme me burime të kufizuara planetike. Zgjidhja për prodhuesit është vjetërsimi i planifikuar, ku produktet dështojnë dhe zëvendësimi është i nevojshëm.